Dhe ata aty, dhe kemi rastin, ata aty ka rritur Edi Rama, kemi rastin e Dritan Goxhait, se po më pyesje. Dritani është një njeri që unë e njoh prej paktën 27-28 vite. Njoh që nga besoj prilli 99-s. Po në koha luftës. Po në kohë luftës, po. Edhe babai vet ka qenë një nga pedagogët tanë të Akademisë Ushtarake në atë kohë, Dilaveri, miq të mi sot e kësaj dite. Po Dritani, deri ditën që mori dhe lexoi atë, ishte vetëm njëri që dilte dhe bënte ca analiza në raport me luftën, me aviacionin, nëpër media e tjera. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Edhe vetë Dritani nuk kishte kalkuluar kur që një ditë mund të mbërrinte aq klikime, pra i algoritmi. Po pse i mbërriti? Se dha urdhër udhëheqësi dhe gjithë këta qellarët poshtë pastaj filluan gjithë Irani, duke mos ditur kush është Dritani, që Irani është, domethënë Dritani nga bindjet është e kundërta e Iranit, se ka pikpamje fetare, është me bindje religjioze sunite, por nga pikpamja e kulturës dhe diturisë, është më i mençur se gjithë ata bashkë, edhe më i lexuar se gjithë ata bashkë. Po ka ato parimet e veta dhe kjo është arsye pse është bërë ai që është bërë. Dhe tek e fundit, po e futet tjetrin 2 herë në burg në 25 vjet. Kot. Ta hiqesh një 3 herë nga puna, çfarë pretendon? Dali edhe tot faleminderit. Se kshu janë gjithë ata tjerët. Dhe Dritanin figurë nuk e bëra unë. Që do në mbrojtje, se kam shok. As ata 4-5 tjerë që mund të kenë dalë. Po e bën këta që qas filluan të vinin dhe ju kthyen gjitha kundër. Dhe Dritani u rritu bo dhe i si protestës. Po nga hiç, se Dritani ka marrë ta lexojë atë, se nuk e lexonte kush tjetër. Dhe Dritani megjithëse një frikën, tha bjerë mos e lexoj. Çfarë do të thotë kjo? Kjo gjë do të thotë se këta njerëz mirë që s'kan institucione, po këta s'janë as qartë se ç'a duan me bë. Domethënë, unë kam shpresuar dhe me bindje, shpresoj, po jo për të mirën e Edi Ramës, për të mirën time personale, për të mirën e njerëzve si unë, për të mirën e vendit, për të mirën tënde, pra për të mirën që ato seri kërkesash dhe reformash që duhen bërë me urgjencë t'i bëj Edi Rama për sa kohë ai është kryeminist dhe i ka dhe mandate parlamentare, bashkë me ato tjetër që kanë opozitë. Vazhdojnë që ndrojnë, po do të arrisin se s'kan, nuk kanë ç'a do të bëjnë. Kjo protestë nuk mund të vdesë se s'ka më, sicilianët kanë një shprehje shumë të bukur. Mëzi se mesnata nuk mund të bëj. Ata njerëz janë gjithë njerëz që janë mesnat në jetën e tyre. Ku do shkojnë? Ç'a do humbin më shumë? Ti merr një njerëz të smur që del me fëmijën aty ka 1 muaj e gjysmë del aty, me epilepsi, e merr e çon komisariat dhe plas në burg. Po ke probleme me psikike. Para herë se mund të ngelin dorë njeriu dhe mund të bëhet martirë aty. E dyta është s'ka ku të rri kjo punë. Po sigurisht që ai pastaj kur dalë aty do ore ças do nxjerrë se i fortë që nga. Se në tjetër mund bëhet edhe në veprim ekstrem. Pra, çështja është ku duam dalin. Çfarë vendime s'kam marr. Pra, i duhet më Edi Ramës kuptoj se sa ja kam thënë një herë kur ka qenë në opozitë, kam thënë ti ke problem shumë të madh, që duhet marrësh i sasi të mëdhenj me budallesh me bukë. Nuk e kuptojnë që sa budallej ke aty në ekip. I ke budallej, mashtrusat paft. Dhe vetëm gjë që bëjnë vinë recitojnë atë që ke thënë ti mëngjes. Po kjo nuk është gjë që të ndihmon, sepse të duhet e kundërta që ti të kesh mënyrën e reflektimit. Ora nuk gjë se unë edhe njoh ca njerëz nga ata. Në tavolina thon tjetër gjë, dalin aty recitojnë dhe i thuan më fal ti je apo bën. Dhe më kujton këtu disa njerëz i thonin Ilir Metës një moment caktuar i thonin ti do marrësh 40 deputet. Unë dija që në sondazh ishte mirë, po nuk më dilte llogaria, maksimum shkon në 19-20, ai sa shkojnë 19 deputet. 20. Se parlamenti është me 140. Duhet të ishte parlamenti me 250 që shkon te Ilir Meta 40 deputet. Sot pjesën më e madhe e tyre janë te Rama, po kjo punë s'ka rëndësi, se kjo është politika në Shqipëri, po njëjtën gjë ka dhe ky.